Më shumë tregtar dhe fermer se sa blerës. Është kjo panorama e fundvitit që sjell tregu i shpendëve në qytetin e Elbasanit. Fermerët ankohen për mungesë të fuqisë blerëse, ndërkohë që qytetarët ankohen për çmime të larta dhe të papërballueshme për ta. Ismail Preçi nga fshati Buqës i Elbasanit prej më shumë se 20 vitesh merret me mbarshtimin e gjelave të detit. Ai shpreh se këtë vit çmimi ka pësuar rënje të ndjeshme, duke bërë të pamundur mbulimin e shpenzimeve dhe duke i çuar fermerët drejt falimentimit. Aktualisht kilogrami i peshës së gjallë tregtohet nga 700 deri në 800 lekë, ndërsa nuk kanë munguar as rastet e shitjes me verësi. Makesë çdo vit tjetër po hetën si vjet. Pse? Po tash njerëzit kanë ikur, lekë s'kan. Makesë çdo vit. Sa po shisni, tregtoni kilogramin e gjes së gjallë? Me 7.000 lekë kilen. Nuk mbulon shpenzimet e veta. Po flasim me veten tonë. Do jetë e funit që mbajmë gjelat. Jo vetëm unë, po shumë. Po unë jam plak unë. Po shqiptarët e di që kanë ikë jashtë shtetit, emigrojnë për arsye ekonomike. Pensioni, dihet sa është pensioni, sidomos në fshat 120, 130.000 lekë, 140.000 lekë, vjetra flasim. Aq është. Nga greku pastaj vinë. Gjitha këto janë faktorë që ndikojnë që neve nuk. Çfarë ndodh qytetarët vinë, pyesin, ankohen, largohen? Pyesin dhe ikin. Dy i kam thënë dje lekët me të prit që njifje. Sepse dojnë ta festoshin ata vinë. Dy i kam thënë lekët me të prit dje dhe kam marrë qerë dhe ne kam ikë në shtëpi. Është pa mundur. Edhe fermerë të tjerë ndajnë të njëjtin shqetësim, duke theksuar se aktualisht nuk po arrin as të mbulojnë kostot e prodhimit, e jo më të sigurojnë fitim. Që pikë sabat, edhe si kam shit akoma. I kërkoj me 10, pa ata si marrin as me 8, as me kështu. Që të bëjnë? Se vjen kjo që thoni nuk shiten fare? Po nuk shiten, ku do? S'ka trek, s'ka pazar fare, janë ullë pazari fare. Nevoj me blerë misën, së dia dalim. Që të ma lek të misën, po gjatë tjetër fitimi jo. Nga ana tjetër, qytetarët shprehen se çmimet janë të larta dhe në shumicën e rasteve detyrohen të largohen pa kryer blerje. Sipas tyre, kushtet ekonomike nuk u alejojnë shpenzimet për tryezën festive, edhe pse janë të vetëdijshëm, se rritja e shpendave kërkon mund dhe investim. Jo, në anë situatë që jepet tash me këtë kohë janë të shumë të shtreta. Për arsye pse? Se i fshatari nuk ka çabu. Ai detyrohet ta shesë. Parja s'ka du. Nuk ka para më që të vlerësohet, që të marrë edhe bën një vitri qytetari ose fshatari. Nuk janë shtrajt. Me 7.000, 8.000 kile nuk janë shtrajt. Tjera është po. Takonisht se populli s'ka pare. Dhe s'ka njerëz që kush do blej. S'ka rob. Ka kene 2 veta për shtëpi, pleq, burrë e gru. Ashtu ja, po burrë e gru, shtëpi që du. Ka e blesh gjelin e detit? Jo, nuk e marr. Nuk e marr që du. Kur të haj? Po fëmijët nuk ju vinë në fund vit? Ja, shtëpit janë lërë. Itali kam të vinë. Nuk vinë. Vëllai keq është për këto se fitime s'ka dhe blerës nuk ka. Ja, kene masa pa shitër. Po këtu kjo patjetër sipër ishte masë e zezë fare. Kishe shumë, nuk ka. Nuk ka të fitime dhe populli. Nuk ka. Po dojnë kot. Tryeza festive vit pas viti ka shënuar rritje të ndjeshme të kostos, pasi çmimet e produkteve ushqimore janë rritur pothuajse në tërësi. Situata paraqitet edhe më e vështirë për familjet të moshuar,